A do të marrë fund kaosi me parkimin në qendrën klinike Nën Tereza në Shkup. Ministria e Shëndetësisë dhe qyteti i Shkupit kanë nënshkruar marrëveshje për ndërtimin e parkingjeve shumë kaqe brenda qendrës klinike. Bëhet fjalë për një marrëveshje për dhënie me qira të pasurisë së paluajtshme me marrëveshje të drejtë me qytetin e Shkupit, me qëllim organizimin, menaxhimin, rregullimin dhe mirëmbajtjen e parkimit në hapësirën e kompleksit klinik Nën Tereza në Shkup. Qyteti i Shkupit ka detyrim që brenda 60 ditëve të ardhshme të dorëzojë një plan veprimi për zbatimin e aktiviteteve me afate konkrete për implementim. Marrëveshja është lidhur për një periudhë 15 vjet me një qira që vlen prej 10% të qarkullimit total të realizuar dhe me të mundësohet modernizimi dhe rritja e ndjeshme e kapaciteteve të parkimit rreth 50%. Qyteti i Shkupit në fazën e parë do të ndajë 3 milion euro për parkingjet shumë kaqe të montuara, jo vetëm në qendrën klinike, por edhe në disa lokacione tjera si aerodrom e Kapeshtic. Ovde инвеститор биде градот Скопје. Ние наредната недела во четврток правиме ребаланс на буџет, каде една од точките ќе бидат токму овие монтажни паркинзи кои што во прва фаза 2 такви ќе бидат изградени овде во клиничкиот центар со некаде околу најмалку 500 паркинг места за почетокот. Доколку состојбите овде покажат дека има потреба од дополнителни паркинг места, ќе биде изграден и трет монтажен паркинг. Тоа ќе биде генерално решавање на хаосот кој што владее со години во клинички центар. Ќе потенцирам по истите цени и по повластени услови. Kryetari i qytetit të Shkupit tha se garazhet e montuara në kate do të jenë gati në gjysmën e parë të vitit të ardhshëm.